Vranësirat dhe kthjellimet e her pas hershme do vijojnë të na shoqërojnë edhe gjatë kësaj fundjave në të gjithë territorin e vendit tonë. Gjatë fundjavës nuk do të mungojnë as rreshtet e shiut, kryesisht në zonat malore. Depërtimi i masave ajrore relativisht të freskëta dhe të lagështa me origjinë jugperëndimore që na ka shoqëruar gjatë ditëve të fundit do të vijojë të na ndjekë edhe për gjatë fundjavës. Moti parashikohet fillimisht i kthjellët dhe gradualisht vranësirash mesatare dhe deri të dendura kryesisht për gjatë relieveve malore të vendit, nga ku do të pasojnë edhe me rreshje lokale shiu me intensitet të ulët kryesisht në formë pikash. Edhe java që vjen do të vijojë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Moti do të jetë kryesisht i vranët me rreshje të her pas hershme dhe temperatura të cilat nuk do t'i kalojnë vlerën e 26 gradë. Edhe për pjesën më të madhe të javës që presim përpara, moti do të jetë relativisht i paqëndrueshëm me zhvillime të mesditës dhe të pasditës. Rreshtet do të jenë të përqendruara në relievet malore në veri dhe në lindje të vendit, kryesisht me intensitet të ulët, megjithatë nuk do të mungojnë dhe rrebesha fat shkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike edhe breshër. Moti pritet të përmirësohet në fund të javës që vjen, ku stabiliteti atmosferik pritet të rikthehet në pjesën më të madhe të vendit.